presidenti i Republikës do të marrë pagën referuese të muajit të fundit që ai aplikon për pension pleqërie, dhe për këtë 2 vitet e para ai do të përfitoj nga 10% i bje afërsisht një president ka 432.000 lekë të rinj pensioni, me këta i bje që të marrë gati 800.000 lekë për ushtrimin e detyrës së presidentit vetëm për 2 vite. Nëse ka shtruar 4, për vitet e tjera e ka plus 5% të pagës kësaj që thashun. Pastaj këtu futen edhe si kryeministri që ka qenë 8 vjet, nëse mbaj mend, 8 vjet këto të fundit. Po ka qenë edhe një mandat atë të viteve 96. 96 saktë që atë në një Gati 2 vite? Një vit që atë. Një vit. Pastaj edhe si deputet minimalja, pra i vete një pension, po pse të marrim këta, nëse kjo është me si thua me llogari dhe unë s'isha përgatitur për të nxjerrë shifrë të saktë, po ti merr ish kryetar në Kuvendit Popullor, i cili ka 6-7 vjet që ka dalë në pension, dhe sot nëse para 3 vjetëve merrte 2.6 milion lek, sot e ka kaluar 3 milion lek. I kalon dhe zoti Berisha këtë shifër? Po duhet ta kaloj.